Sektori për punë të brendshme në Tetov ngriti kallëzim penal kundër personit SHR 33 vjeçar nga Tetova dhe SM 19 vjeçar nga Shkupi. Për shkak të bazave të dyshimit për kryerje të veprës penale, prodhimi pa autorizuar dhe lëshim në qarkullim i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve. Sipas policisë, më 7 prill të këtij viti në Tetov, në punës policor ushtruan kontroll ndaj të denoncuarit të dytë, me rast ishte gjetur dhe sekuestruar marijuan, të cilën e kishte siguruar nga i denoncuari i parë. Sektori për punë të brendshme në Tetov ngriti kallëzim penal kundër personit me iniciale BS, 36 vjeçar nga fshati Slatin, rrethina e Tetovës. Për shkak të bazave të dyshimit për kryerje të veprës penale, sulm ndaj personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrave të sigurisë. Më 23 maj në rrugën lokale ndërmjet fshatit Gjepqisht dhe fshatit Jadoarc, rrethina e Tetovës, i denoncuari sulmoi fizikisht në punësit policor, të cilët po kryenin veprime zyrtare.